Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri në ditën e gjykimit. Gjembrama e kishim për kujtimin e Isras dhe Mirajit. Israja dhe Miraji nuk shënojnë vetëm një datë historike, por Israja dhe Miraji janë shkollë hynare e cila na jep të kuptojmë shumë gjëra. Njëra prej tyre është edhe ajo se Allahu xhaleshanuhu njerëzit e vet, njerëzit e zgjedhur, pejgamberët e Allahu xhaleshanuhu nuk I le pa ndihim asnjëherë. Ju të gjithë e dini se Israja dhe Miraji, para Isras dhe Mirajit, çka I ndodhi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ishte në pikëllim të madh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se për krahjen që e kishte prej xhaxhait të tij Ebu Talibit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e humbi nga sa e vdiq. Po ashtu edhe për krahjen që e kishte nga Hazreti Hatixha, e cila I doli krah prej momenteve të para, prej momentit kur filloi shpallja Allahu xhaleshanu të zbres. Nga se edhe kjo vdiq. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gati se mundësit për davet në Mekë ju mbyllën, edhe ishtë në shqetësim të madh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ngushëllim të madh kishte, dhe Allahu xhaleshanuhu kuptohet bën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përpjekje dhe mund të përmendim edhe atë se ju kujtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shkojë në Taif, të dajarët atje. Ndoshta dikush prej tyre do të dëgjoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur e pan ato, paramendoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekë deri në Taif, me çka ka shku? Ka shku nga? Çfarë kushte? Kushte mizore. Edhe kur mbrin atje, kur e shohën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, gëzohen shumë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon të ndjehet mirë, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atje nuk ka shku vetëm ti shohë ato, ziaret të bojë atyre, por ka shku me mision, ka shku ti thrasë në rrugë të Allahu xhaleshanuhu, dhe kur a përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë të tillë, atëherë ata paramendoni, nuk u erdhë mbare as pak që ta ndrojnë, se njeriu shumë zor është e ta ndroje, shembull mirë se ardhje I shprehet dikuj shumë madhe në moment, edhe pastaj më njëherë ja kthen ka e prapa. Edhe çfarë mos pritje që nuk mund ta përshkruash. Paramendoni, I urdhëron robërit e tyre, fëmijët e tyre të rreshtohen, edhe ta gjuajnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me gurës. Kush që ka pas edhe t'i flasën fjalë të ndyta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këmbët e tij të bekuara u përgjatën. Edhe ashtu mbathjen e kishte shumë të dobët. Edhe kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
hipi si një kodrin, edhe aty ju drejtua Allahu Xhaleshanu. Po këtu shumë më rëndësi është ta përmendim çfarë tha. Nuk tha si su vënë bare këtyne, ose ti ofendoj ato, si që ndodh me ne, për shembull, nëse dikush na i bën një gjë të tillë, ne më njëherë i shajmë, i ofendojmë, edhe i fajsojmë ato. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u murë me një gjë të tillë. Po çka? U ul me një vend aty, edhe ashtu i përgjakur ka këmbët, apo edhe ka, ndoshta edhe ka trupi, se ata vetëm e gjyshin me gurës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i çoi dorën dhe tha: Allahumma inni ashku ilayka dhi'fa quwwati. Pra përsëri vetën e vet e bën se është e fajtor. Zoti im, ti une të ankohem për atë se jom i dobët une. Do më thënë, nuk thot se une shkova gjithatu dhe bana sa mundime une përjetova, edhe më në fund kështë të bëbojnë. Nuk e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për çka? Të kundërt të o Zot, unë të ankohem ty për mos aftësinë time, dhe mos aftësinë time, por në përgjithësi do të tregoj ato luçet që e ka bë, ma kryesorët, por thot unë nëse nuk jam fajtor në këtë, o Zot, unë jam i gatshëm që deri në vdekje të jap kontributin tim. Po kam derdhë se mos jam unë të një penges, nuk më ditë va të regoj si duhet atyre. Para me doni. Pasi që e bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lutje, vin Xhibrili. Si thamë, Israja dhe Miraji nuk shënojnë vetëm datë historike. Shënojnë edhe ndihmen e Allahu Xhaleshanuhu, edhe atë se Allahu Xhaleshanuhu nuk i le pa ndihem të zgjedhurit e vetë. Vin Xhibrili dhe i thot: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu Xhaleshanuhu me laqeve, apo me laqe së kodrës, apo të kodrave, u ka dhënë urdhër. Edhe ato presën vetëm ti të japësh leje që Allahu Xhaleshanuhu t'i rafshoj ato krejt. Se ashtu Taifi mes di kodrave, edhe t'i rafshoj. Di kodra t'i ngjese, edhe ato do më thënë zhdukën krejt. Qa kakën e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe shihe mjegullën, një mjegullë zez ashtu, edhe Allahu Xhaleshanuhu u ka thënë me laqeve, vetëm le ta jep urdhën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Por Muhammedi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Këto krejt janë mësime për ne. Me të vërtet ne jena shumë dobët. Tha: o Zot, shpresoj se prej zurijetit të tyre, prej atyre do të del do një njeri i cili do të thotë la ilaha illallah. Nuk duhet një gjë të tillë të bëj. Të ndajt Muhammed sallallahu alaihi wasallam aty, të pushu kuptohet, edhe vin një djalosh me një tabake me rush. Ati ka pas do vreshta, edhe ati të zotit të vreshtave i ka ardhë gjyna, qka i kanë bon. Aj, i ka urdhnu atë shërbetorin e vetë, i ka thërë: shko, jepi të hajë për të freskohet pak.
Shiqoni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përsëri çka bën. Përsëri nuk e haron mesazhin e Allahut xhaleshanuhu. Përsëri përpiqet që të bëjë davet. Edhe hin në bisedë me atë xheloshin. Është xhaliri ka qenë. Thot kush jetë? Ai tregon thot unë jam Adasi. Ashtu ka pas emrin. Po nga jeti thot unë jam prej Nenewa, një qytet është qytet në Irak. Shiqoni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa i njoftuar për vendet edhe sa i informuar. Thot ti je prej vendit të vllaut tim Junusit, do më thënë i jep informata qëllimisht. Thot po, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra përpiqet për t'i bërë davet atij normal duke thonë bismillah, se kjo rasti bismillah ishte që erdhë dhe më thonë që të zhvillohet kjo bisedë që e përmend. Pra, prej kësaj po ashtu kuptojmë atë se besimtari duhet të jetë i informuar për atë vendin, për ato njerëz, për traditat e atyre njerëzve, që të jesh më i kapshëm për ato. Të jesh më i kapshëm, edhe që të mund ata të të kuptojnë më mirë. Pra vetëm dy fjalë do t'i them edhe ta përfundoj. Isra edhe Miraj. Isra do të thotë udhtimin që e bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për një copë nate. Për një copë nate prej Mesgjidi Haramit deri në Mesgjidul Aqsa. Në vendin që është vendi i tretë i shenjtë, që fatkeqësisht muslimanët ja kanë dorëzuar, domethënë Izraelit. Edhe e shihni për shembull se çka bën Izraeli pastaj me ato besimtarë apo me besimtarët përgjithësi. A kjo është domethënë normal edhe si një hak, si një dënim i Allahu xhaleshanuhu për atë se muslimat nuk kanë qenë të kujdesshëm as sa duhet për atë vend. Edhe fatkeqësisht vazhdojnë të jenë ashtu. Kjo është më e keqja. Ja dhurojnë bile. Bëjnë paqë me atë. Edhe kështu më radhë. Ndërsa Miraj do të thotë ngjitja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për në qiej, në vizitën e qiejve. Deri në vendin e quajtur Sidratul Muntaha, ku takohet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kuptohet është vend, për Allahun, Allahu nuk kufizohet me vend. Krijesat kufizohen me vend. Allahu është krijuesi i vendit, nuk mundet të kufizohet me vend, me krijesën e vet. Allahu xhaleshanuhu nuk është i varur për vendit. Edhe kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mori porosit më kryesore që është porosia e peskove të namazit, se nuk ka kotas. E dini më gati se çdo janë i prej juve, se si ka ndodhur deri te ajo që të vijë 5 kohë, se në fillim ishte 50 kohë. Pra, kjo ishte mesazhi se i përket i rastit të Isras dhe Mirajit. Allahu xhaleshanuhu na bëf për atyre të cilët do të marrë mësim dhe do të mundohen të praktikojmë. Ela in ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullahi al-aziz al-malik al-mannan.